Mirë se vini në këtë analizë. Sot kemi një temë që po ndryshon fjalë për fjalë rregullat e lojës në botë, teknologjinë blockchain. E dëgjojmë kudo apo jo, në lajme, në bisedat për financat, ngado. Por sot do ta zhveshim këtë koncept nga çdo fjalor i komplikuar teknik. Së bashku do të kuptojmë fiks se çfarë është kjo arkitekturë e besimit dhe pse ka vërtet rëndësi për jetën tonë. Dhe ju premtoj, nuk ju duhet fare një diplomë në shkenca kompjuterike për ta kuptuar, mjafton vetëm pak kuriozitet. Ja si do të rrjedhë udhëtimi ynë sot. Së pari, çfarë është blockchain? Së dyti, si funksionon? Së treti, bankat përballë blockchain. Më pas do shohim përdorimet përtej kriptomonedave, sfidat aktuale dhe në fund të ardhmen e kësaj teknologjie. Pjesa e parë, çfarë është blockchain? Ose thëndryshe, bazat e besimit digital. Atëherë, le ta nisim me një analogji. Për dekada të tëra, ne i kemi besuar bankave. Ne fusim paratë tona në një kasafort masive të errët prej çeliku dhe thjesht shpresojmë që ata t'i mbajnë shënimet e sakta. Ne nuk shohim dot brenda. Por imagjinoni pak sikur ajo derë e rëndë të zvendësojë me një kuti xhamie gjigante. Një kuti totalisht transparente ku çdo kush mund të afrohet, të shohë brenda dhe të verifikojë çdo gjë, pa pasur mundësi të fusë dorën apo të ndryshojë asnjë presje. Ky është fiks thelbi filozofik i kësaj teknologjie. Transparencë absolute e gërshetuar me siguri absolute. E di, emri blockchain tingëllon paksa i frikshëm ose si fantashkencë, por në fakt është thjesht genial. Ndajeni në dy pjesë. Bloku është thjesht një kuti ose një faqe në një blok shënimesh ku ruhen të dhënat e transaksioneve, ndërsa zinxhiri është ai mekanizmi digital që e merr këtë kuti dhe e lidh në mënyrë të pandashme me kutinë e mëparshme. Rezultati, një sistemi decentralizuar. Askush nuk mund të fshijë një blok fshehurazi sepse do të këpuste të gjithë zinxhirin dhe absolutisht çdo kush do ta vinte re në sekond. Pjesa e dytë. Si funksionon ky zinxhir bloqesh? Ose, siç më pëlqen ta quaj, fletorja magjike. Për ta bërë super të thjesht këtë proces, imagjinoni një dhomë plot me mijëra njerëz dhe të gjithë, po absolutisht të gjithë, kanë saktësisht të njëjtën fletore në dorë. Hapi i parë, dikush ngrihet dhe thot, po i dërgoj 10 monedha filanit. Hapi i dytë, e gjithë dhoma kontrollon fletoret e tyre. A i ka vërtet ky person 10 monedha? Sapo të gjithë bien dakord dhe nuk ka asnjë paqartësi, kalojmë në hapin e tretë. Informacioni shkruhet në një faqe të re, pra krijohet bloku. Hapi i katërt, kjo faqe u ngjitet faqeve të tjera në zinxhir. Dhe hapi i pestë, aty ku ndodh magjia e vërtet. Sapo lidhet, mbaroi, është e gdhendur në gur, nuk fshihet apo griset më. Dhe gjithë kjo ndodh digitalisht në vetëm pak minuta. Pjesa e treta. Avantazhet kundrejt bankave tradicionale. Pse është kjo një zgjidhje më e mirë? Tani, pse është ky një ndryshim kaq masiv? Mendoni pak për sistemin tradicional bankar. Është krejtësisht i centralizuar. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ka një pikë të vetme dobësie. Nëse serveri i bankës bie, ose dikush e hakon ato, i gjithë sistemi mund të paralizohet. Nga ana tjetër, decentralizimi blockchain e shpërndan pushtetin dhe të dhënat në mijëra kompjuter në mbar botën. Është i siguruar përmes kriptografisë, që është thjesht një fjalë e bukur për të thënë se përdor matematika aq të avancuar sa është praktikisht e pathyeshme. Nuk kemi pse t'i besojmë një bankieri. I besojmë kodit të verifikueshëm dhe matematikës. Kjo, miq të mi, është një zhvendosje e jashtëzakonshme. Pjesa e katërt, përdorimet përtej kriptomonedave. Le të zgjerojmë horizontin. Sepse, dëgjoni, kjo nuk ka të bëjë vetëm me Bitcoinin. Përdorimet janë pafund. Kemi smart contracts ose kontratat inteligjente. Imagjinoni një makinë shitse. Fusni monedhën, shtypni butonin dhe merrni pijen, pa patur fare nevojë për një shitës. Këto kontrata bëjnë fiks të njëjtën gjë për dokumentet ligjore. Ato ekzekutohen vetë kur plotësohen kushtet. Kemi NFT-t për pronësinë e artit digital unik. Në shëndetësi, dosjet tuaja mjekësore mund të jenë super të sigurta, por sërish të aksesueshme nga mjekët në çdo cep të botës, vetëm nëse ju u jepni leje. Apo në logjistik, çdo produkt mund të gjurmohet në kohë reale nga fabrika direkt e në tryezën tuaj. Nëse mendoni se kjo është thjesht një teori e bukur, faktet flasin vetë. Gjigant absolut të industrisë po e vënë në përdorim tani. IBM po ndërton rrjete masive biznesi me këtë teknologji, Walmart e përdor për të gjurmuar ushqimet. Nëse dalin perime me problem, ata nuk zbrazin më të gjithë raftet. Përmes këtij regjistri ata e gjejnë fiks fermën nga dolja Joark në pak sekonda. Edhe Visa po e eksploron hapësirën për t'i bërë transfertat botërore shumë herë më të shpejta dhe më të lira.
Pra, nuk po flasim për të ardhmen, është një teknologji që po ndodh fiks tani. Pjesa e 5. Sfidat. Energjia, rregulloret dhe përballja me realitetin. Por, si çdo gjë e madhe, ka dhimbjet e veta të rritjes. Pengesa e parë e madhe? Energjia. Mbajtja e këtij rrjeti super të sigurt kërkon kompjutera që zgjidhin probleme matematike gjatë gjithë kohës, dhe kjo ha një sasi marramendse energjie. Disa rrjete konsumojnë sa shtete të tëra. Kjo kërkon urgjenti zgjidhje më miqësore me mjedisin. Pengesa e dytë, rregulloret. Teknologjia po ecë me shpejtësinë e dritës, ndërsa ligjet janë ende me karroce. Si taksohet kjo? Kush e mbron konsumatorin kur nuk ka një autoritet qendror për të paditur? Qeveritë po e kanë vërtet vështirë të shkruajnë rregulla për diçka që refuzon të kontrollohet. Dhe ka edhe dy sfida të tjera të mëdha. Decentralizimi sjell liri patjetër, por kur nuk ka një autoritet që filtron se kush hyn e kush del, mashtrimet dhe projektet e rema gjejnë terren shumë lehtë. Kërkon kujdes maksimal. Problemi i dytë është shkallëzimi. Kthemi pak te dhoma me njerëzit dhe fletoret. Çfarë ndodh kur nuk janë 1000 njerëz, por 1 miliard dhe të gjithë duan të shkruajnë në të njëjtin sekond? Disa rrjedhë bllokohen, ngadalësohen dhe bëhen të shtrenjta. Zgjidhjet inxhinierike po krijohen për ditë, por sot për sot mbetet një pengesë reale. Pjesa e 6. E ardhmja e teknologjisë. Çfarë na pret realisht? Pavarësisht këtyre pengesave, ekspertët janë të bindur. Kjo teknologji premton të jetë shtylla kurrizore e Web 3. Një internet i ri ku ju i kontrolloni plotësisht të dhënat tuaja, jo korporatat. Imagjinoni të keni një identitet digital të paprekshëm, ose votiret online, çdo vot llogaritet fiks dhe është matematikisht e pamundur të manipulohet. Apo mendoni sektorin e pasurive të paluajtshme. Në vend që të harxhoni muaj të tërë në për procedura notariale për të blerë një shtëpi, transferimi i pronësisë bëhet digitalisht në pak sekonda, i garantuar 100%. Gjë që na sjell në këtë mendim përmbyllës shumë interesant. Siç e pam, ne po lëvisim nga fletoret e mbyllura të bankave drejt fletoreve transparente që mbahen nga të gjithë. Kemi zbuluar një arkitekturë të re besimi që bazohet te matematika e pastër. Por, pyetja që mbetet është, a jemi ne si shoqëri vërtet gati të heqim dorë plotësisht nga siguria psikologjike që na jep një autoritet i centralizuar mbi kokë? Është një pyetje e madhe, apo jo? Përgjigjja që do t'i japim kësaj do të formësoj internetin dhe ekonominë tonë për dekadat e ardhshme. Shpresoj që kjo analizë t'ju ketë pëlqyer. Faleminderit që ndoqët dhe si gjithmonë vazhdoni të jeni kurreshtar.